takoj shumë gjakovar që jetoj në komunën e Fushë Kosovës. 19.000 banor, mandej ardhëm në vitin 2011 në 33.000 banor, mandej tash ardhëm në 65.000 banor, pasaj me mu do të shkojna në 100.000 banor, edhe gradualisht do të jetë në qytet shumë miqësor, shumë funksional, me fshatrat e cilat do t'i takojnë në gjeneratet e ardhme, do të jetë, zbesoj me asnjë dallim qytetar nuk do vërejnë dallimi midis Prishtinës dhe Fushë Kosovës. Ato janë administrativisht dy komunat e ndara, por në qytet si një zonë metropolitane besoj shumë shpejt, po punojmë shumë edhe me komunën e Prishtinës që qytetarët mos e niket pengesën administrative. Pikërisht këtu deshta me të pyetëm, do thonë ka bashkëpunim të mirëfillt me komunën e Prishtinës që me qenë kjo ndërlidhja që mos me dallu faktikisht qytetari që po kalon prej një komune në një komunë tjetër. Ne, parapërsisht para një viti, kemi bërë një marrëveshje të zotimeve dhe të mirëkuptimit, jo vetëm midis dy komunave tona, po ka qenë edhe Lipjani edhe Obiliqi, mënyrë që të harmonizojmë, sepse kemi nevojë që të kemi një transport publik unik, të sinkronizuar mënyrë që tamam qytetarët mos nin ato, të kemi një zonë ekonomike të sinkronizuar, kemi një sistem për menaxhimin e mbeturinave të harmonizuar, do të kemi një sistem që ka të bëjë me ujrat, grumbullimin e ujrave atmosferike dhe fekale, kemi një projekt përbashkët që kemi në Bashkimin Evropian që kemi me realizuar me Prishtinën, janë dikon rreth 13-14 fusha të ndryshme që janë miratuar në kuvendet tona komunale që tash kanë filluar zbatimi edhe duhet me i zbatu. Do ta kemi 2/3 e popullsisë së Kosovës prafërsisht e dim që po jetojnë 2/3 e fuqisë ekonomike të shtetit janë këtu, 2/3 e taksave që paguhen do të për shtetin janë këtu. Nëse heqim Prishtinën e lojmë veç Fushë Kosovën, tani do të është dikon komune 6-7 në varet për çka e krahason me kontributin që jep me sektorin privat që e ka të zhvilluar, me sektorin privat, sa i përket sektorit privat punësimeve. Tash para mene, para nesh na ka met peja jote, na ka met Prishtina, natyrisht, janë Prizreni, Prizoj që është ka përparu shumë, mrapa neve rrin Mitrovica, rrin shtetet e tjera, në ata indikatoret matës kryesor të zhvillimit ekonomik gjëmatët ku do në botë. Kujtohet shumë mirë, gjithmonë po flas nga përvoja, shumë banorë Prishtinës patën vendos 2005-2006 me jetu në Fushë Kosovë. Këtu ka qenë ajo arsyeja pak edhe kostove, çmimeve, ka pas çmime të ulta, por pagesa me këste, kështu të rritu martuar edhe me kriju familje, mundësia shumë e mirë. Po sot cila është se ju e përmendet, domethënë do të arrini që të ketë vetë Fushë Kosova gati 100.000 banor, qysh keni me i ftu tjerë, qysh ka marrë edhe më jap një shpjegim çka do të ndodhë me Fushë Kosovën në të ardhmen, kur ju do të bëheni kryetar. Realisht ajo që po them nuk është e pabazuar, do të bazohet në kërkesat, edhe kur kemi punuar në planin zhvillimor, qysh tash do të ne kemi kërkesa në komunën e Fushë Kosovës për ndërtimet, jo vetëm që ka të bëjë me banimin kolektiv apo individual, po ato që të ka bëjë me zhvillimin e industrisë, industrisë shërbyse, formave tjera ekonomike që do të zhvillohen, dhe qysh tash e dim trendin se ka me shkutu të komunën e Fushë Kosovës në të ardhmen. Po, kanë ardhur nga Prishtina, disa që s'kanë mujt me jetu me vjerri, kanë qenë ma shumë fëmijë, pastaj janë nda, pastaj dikush ka shkuar, kanë shit një banesë në Ulpiana, në Dardani, kanë bledh 2 në Fushë Kosovë, janë zgjeru ma shumë. Tash është shumë ndryshe, a dim sa është shumë ndryshe. Nuk besoj që nuk bëj gabim të madh, po unë takoj shumë gjakovar që jetojnë në komunën e Fushë Kosovës, gjakovar dim në zhjell. Ose pejanet, ose qytetarët e tjerë që vinë, blejnë, jetojnë, punojnë, janë matematë. I shkrujnë numrat, kanë me lapsin, shkrujnë 3 herë, vendosin 1 herë, këshyrë pak, qysh do t'nja bu kësaj pune.